përpara në krijimin e institucioneve dhe siç do të kishte thënë zotri Aziri, kryeministri dhe presidenti ka lënë përmes zyrës LDK-s, do besoj tashmë do i vërtetohet kjo parashikimi i tij apo thënia e tij. Unë mendoj se LDK-ja do duhet i thonte po qeverisë me disa koalicionin me vetëvendosjen me disa kushte. E para që ta drejtonte qeverinë. Nëse Kurti dëshiron të krijoj të procedoj me krijimin e institucioneve, ai duhet t'ja lë pozitën e kryeministrit LDK-s. Ose që i dyti ta marrë pozitën e kryeministrit Pandina? Nuk është hera parë në të kaluarën, LDK-ja me 46% ja ka dhënë kryeministrin. Tretin në fakt. Ja ka dhënë kryeministrin edhe atë kohë AK-s njëherë PDK-s, e mandej edhe AK-s. Kështu që kemi pas edhe në kalumen kur zotri Haradinaj po ashtu duke qenë i treti me 8 ose 10%, se ma i menë saksisht përgjigjen, por është bërë jo njëherë, po madje 2 herë kryeministër. Kështu që kjo absolutisht nuk është diçka që nuk ka ndodhur ma heret. Po ashtu Kurti në letrën e tij kishte përmend historikun e LDK-s me koalicionet në të kaluarën, madje edhe me vetvendosjen, por unë mendoj se kësaj here nuk duhet shumë të kthehemi ka e kaluara, sepse e kaluara më freskët për LDK-n është koalicioni me vetvendosjen, i cili siç thot Kurti vetë gjatë fushatës ka zgjatur vetëm 51 ditë. Dhe po të nisen nga kjo përvojë, LDK a priori do t'i thonte jo. Por mendoj se edhe në kaluarën LDK-ja gjithmonë e ka pas interesin e përgjithshëm në rend të parë dhe shpesh herë dorën zemër. Kjo nuk i është shpërblyer, përkundrazi, ata janë dëshkuar nga elektorati, sepse parti tjera i kanë akuzuar se po e bën për përfitime, për veti, për partijake, por ka ndodhur gjithmonë e kundërta. Në procese të rëndësishme për ndërtimin e shtetit, LDK-ja gjithmonë ka qenë e përgjithshme, edhe nëse ajo i ka kushtuar. Pra, përveç, për këtë arsye në justifikoj një koalicion, edhe po gjithmonë duke insistuar që ta drejtoj vetë qeverinë. Kushte tjera mendojnë që duhet t'ja vë LDK-ja qeverisë janë çështjet, dhe janë të paktën 3 çështje, me cilat LDK-ja mendoj që e ka edhe njohurit më të mira dhe gatishmërinë për t'i zgjedhur. E para është çështja marrëveshjes me Serbinë.